Territori i Kosovës për datën 20 prill do të karakterizohet nga mot me kthjellime dhe vranësira, me mundësi për rreshje të izoluara pasditeve, kryesisht në jug të vendit dhe në zonat kodrinore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond, me intensifikime të përkohshme në terrenet e hapura. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 8 deri në 22 gradë Celsius. Podujev 8 deri në 21 gradë. Skënderaj 8 deri në 21 gradë Celsius. Pej 9 deri në 23 gradë. Prishtinë 8 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov 9 deri në 22 gradë. Malishev 9 deri në 21 gradë. Gjilan 8 deri në 22 gradë. Ferizaj 8 deri në 22 gradë Celsius. Kaçanik 9 deri në 21 gradë Celsius. Suharek 9 deri në 21 gradë. Prizren 9 deri në 22 gradë Celsius.